7 persona janë arrestuar sot pas një aksionit të policisë së Kosovës në Kaçanik, lidhur me vrasjen e reshterit policor Muhamed Elika. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha tha se operacioni është realizuar me autorizim të prokurorisë dhe ka përfshirë bastisjen në 9 lokacioneve, shumica në qytetin e Kaçanikut dhe një tjetër në një fshat të komunës së Klinës. Ku gjatë këtij operacioni janë bastis 9 lokacione, shumica tyre në Kaçanik dhe një në Klinë, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policore janë arrestuar 7 persona dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe po ashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rështerit tonë. Ai theksoi se operacioni është kryer pa asnjë incidente dhe pa persona të lënduar, as nga të arrestuarët dhe as nga forcat policore që morën pjesë në aksion. Hoxha bëri të ditur edhe materialet e sekuestruara gjatë këtij operacioni të gjerë, të cilat tashmë janë në duart e hetuesve dhe do të shërbejnë për zbardhjen e rastit. Janë sekuestruar 2 vetura, telefona celular, disa laptop, një armë zyrtare me 30 fishek, maska, fishek të tjerë, 2 dobi, si dhe dokumente të ndryshme që do t'i shërbejnë hetimit. Ndërkaq, kryeprokurori i prokurorisë në Ferizaj, Burim Qerhini, ka bërë të ditur se deri më tani motivi kryesor për vrasjen e reshterit të Muhamed Elika lidhet me punën e tij zyrtare si polic. Në konferencë u bë ditur se 7 persona janë arrestuar, në mesin e tyre edhe një ish-pjesëtar i FSK-s. Tani është pak herët të flasim për motivin, po sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë, lidhet motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i policisë së Kosovës. Dhe më tutje do të vazhdojnë procedurat e më tutjeshme, do të shohim se cilat do të jenë të reja që do të na sjellë në procedurat në vijim, hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona të tjerë. Në këtë operacion, përveç policisë së Ferizajt, asistencë ka dhënë edhe njësia speciale operative, ndërsa në total kanë marrë pjesë rreth 170 zyrtar policor. Operacioni vjen si përgjigje ndaj vrasjes së rënd të reshterit të policisë së Kosovës Muhamed Elika, një rast që ka tronditur opinionin publik dhe ka nxitur mobilizimin maksimal të institucioneve të sigurisë.